6 vendet e Ballkanit Perëndimor kanë rritur ndjeshëm pjesëmarrje në programin Horizon Europe të Bashkimit Evropian dhe në programe të tjera në përbërje të tij, ndërsa Serbia dhe Malizia udhëheqin fal angazhimit më të lartë profesional krahasuar me vendet e tjera të rajonit sipas një studimi të fundit. Hulumtimet e Qendrës Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim, SAIDEV, analizuan përfshirjen e rajonit deri tani në programet e mobilitetit, kërkimit shkencor dhe inovacionit për të përmirësuar në 3 vitet e ardhshme. Shqipëria merr pjesë, pra e financon, jo vetëm Shqipëria, të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor e financojnë, por fatkeqësisht të ardhurat që marrim prej Horizon Europe, prej këtij programi Horizonti Europa, vetëm një shtet, 1 ose 2 dalin me përfitime, të tjerët dalin me humbje. Ekspertët e SAIDEV-it zhvilluan një takim me studiues, institucione shkencore dhe diplomatë evropian për të diskutuar gjetjet e projektit të ri, forcimi i kërkimit dhe inovacionit bazuar në mobilitet në Ballkanin Perëndimor, rritje ekonomike të qëndrueshme dhe përshtatje me BE-n. We urge the EU to deepen and to accelerate the Western Balkans integration into the European frameworks for education, research and innovation well before the membership is attained. We insist on the full association of the entire Western Balkans into the Erasmus Plus program and other EU funding, clearly embedding dedicated regional components with their programming, and we also advocate that the new European Framework 10, so the new European Framework for Research and the Competitiveness Fund as well, should explicitly include dedicated component for the Western Balkans to bridge the gap in terms of the structural challenges in research and innovation. Megjithatë, ekspertët vënë duke mungesën e vullnetit politik të qeverive për të reformuar institucionet publike, përmirësuar qeverisjen demokratike dhe luftuar korrupsionin, faktor kyç këto për të frenuar largimin e trurit dhe për të nxitur mobilitetin kërkimor. We need to strengthen our competitiveness and innovation, and that should be at the heart, not least because I think all countries, not least Albania, are facing a reality where people are leaving. We are not having any kids anymore, so the only way to kind of grow is through innovation. And we need to invest in innovation, we need to invest in human skills and human capital, and not, let's say, think about our economic growth based on just lowering wages. Ekspertët nënvizojnë se rritja ekonomike dhe integrimi evropian duhet të lidhen ngushtë me kërkimin dhe inovacionin. Studimi thekson se ndeku mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor mund të ngushtohet përmes kërkimit shkencor, inovacionit dhe mobilitetit studiuesve, duke zbatuar 4 marrëveshje të nënshkruara deri tani. Kjo mund të nxjisë zhvillimin ekonomik dhe të frenojë largimin e trurit, pasi rajoni vlerësojnë ata është më shumë dërgues se sa pritës i studiuesve. Ne në Fondacionin e Shoqërisë Hapur për Ballkanin Perëndimor besojmë se një shoqëri civile e fortë, aktive, mund të jetë themelore për integrimin evropian të rajonit. Projekti për cilën jemi mbledhur sot është pjesë e nismës Ignita, një nismë që na lindi në vitin 2023 me organizimin e forumit të shoqërisë civile. Kjo nismë ka bërë të mundur që të investojë në një transformim afatgjatë të rajonit. Ajo bën të mundur të mbështesi organizatat e shoqërisë civile në të mbarë rajonit duke i ofruar mjete, burime dhe aksesin në rrjetet e nevojshme për të avancuar në procesin e integrimit evropian. Sfidat e hapura përfshin investimet e pamjaftueshme publike dhe private në kërkime dhe zhvillim, sistemet e dobta të dhënave shkencore, largimin e trurit dhe përshtatjen e legjislacionit të vjetëruar rajonal me atë evropian. Burokracia administrative dhe mbështetja e fragmentuar pengojnë integrimin e plot në zonën evropiane të kërkimit, duke prekur veçanërisht studiuesit në fillim të karrierës, të cilët përballen me mundësi të kufizuara mobiliteti, mungesë mentorimi dhe bashkëpunimi rajonal. Në nivelin institucional qendror, pra themi Ministrinë e Arsimit, mendoj që duhet të advokojmë për politika që vënë arsimin dhe kërkimin shkencor në qendër të tyre, që mundohen të japin një rol edhe më të rëndësishëm kërkimit shkencor në jetën tonë të përditshme dhe që sigurojnë financim të mjaftueshëm për projekte të ndryshme shkencore kombëtare. Raporti shënon se 5 nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor kanë miratuar agjenda reformash që përfshin kërkimin dhe inovacionin si përparësi kombëtare me mbështetje të rritur për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, por shpenzimet për kërkime dhe zhvillim mbeten nën 1% të prodhimit të brendshëm bruto. Ekspertët theksojnë se 2 vendet me performancë të lartë përfitojnë nga institucione të forta, ndërsa të tjerët përballen me pengesa sistemike si infrastruktura e dobët, mekanizmat e fragmentuar të mbështetjes, kornizat e kufizuara të tregut të punës dhe sistemet e ngadalta të bashkëfinancimit kombëtar. But also universities have their own responsibility. They must engage in structural reforms to support scientific advancements, including
implementing incentives for researchers, increasing salaries, supporting new PhDs, and of course increasing capacities in research management. Po ashtu ekspertët theksojnë nevojën për vazhdimin e reformave që forcojnë sundimin e ligjit dhe qeverisjen demokratike si faktor kyç që nxitin rritjen ekonomike, konkurrueshmërinë dhe inovacionin, si dhe ndihmojnë në kthimin e trurit dhe zhvillimin e qëndrueshëm.